Andaj shpeshherë në përligjërata përmendin dhe e kam përmendë dhe përmendin hoxhallarët se o ju vëllezër temi esenca e namazit. A dini pse është 5 herë në ditë? Se ai Zoti i Madh 5 herë në ditë dëshiron të takohet me ty. Aq shumë më dashka dhe të dashka Allahu xhallahu ala në sabah edhe në mbrëmje 5 herë thotë unë du të takohem me ty. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha Allahu xhallahu ala bile edhe interesohet veçanërisht në sabah dhe në akşam, pra në ikindi, duke ju thënë melekëve kejfe të rëktum ibadi, si latë robërit e mi. Si ishi robërit e mi. Dhe për robërit e mi në këtë hadith e ka përqit njëzit e namazit, ja për tjetët. Ata me laqit i thonë, ja Rabbi, wa gjednahum fi salat, wa të rëknahum fi salat. I gjetëm në namaz dhe i lam në namaz. Pra i gjetëm në namazin sabahut, i lam në namazin i qëndis. La ilaha illallah. Pra për i dashuris dhe interesimit të madh që i Zoti i bukur xhelle xhelalu e ka për ne subhanahu wa taala, interesohet për ne, interesohet për gjendjen tonë, edhe pse ai e di çdo detaj për detajeve tona, siç e di edhe aq e fshehim në gjoksa i lartësuar qoftë Allahu. O ju vëllezërit e mi, njëri pe hoxhallarëve derisa ishte duke u lut natën, ndër të tjera i tha Zotit, mithlu ke la yusa. Ej Zot, aman be ti nuk je meritor të të kundërshtoj. Sikur i thotë robi, o Zoti, pa dhe njerë edhe mund ta kundërshtoj edhe nanën edhe babën. Në njerë edhe mund ta kundërshtoj edhe mësuesin në shkollë, e pronarin tim në firmë. Po mithluke, sikur ti o Allah, nuk mund të bëj mëkat. Si bëhet me mëkat ti Zoti të Madh xhallahu ala. Allah i na fal vallahi billah. Sa Allah i na fal vallahi, edhe nëse të bëjmë mëkat ja Rabbi vallahi nuk është në çmimi shikimit tan ja Rabb, por nefsin afret për në gjunahe. Por ne përsëri kthehemi dhe pendohemi, siç tha Allahu në Kur'an, "Walladhina wa idha massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idha hum mubsirun." Dhe kur ata i godet diçka prej shejtanit, ata më njëherë kthjellen edhe i pendohen Allahu te Madh subhanahu wa ta'ala.